Ka shumë keq informime dhe informacione të gabuara rreth përdorimit të vajit të peshkut. Është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shëndetin, prandaj unë dua të ndalem në disa prej tyre dhe dua të sqaroj me ju. E para fare, keq informimi ose miti rreth stinës së verës dhe përdorimit të vajit të peshkut. Shumë prej jush më kanë shkruar, a mund ta përdor vajin e peshkut tani që është verdhë, që është nxehtë? Më ka bërë shumë përshtypje sepse janë shumë njerëz që kanë këtë keq informim. Dua ta theksoj që vaji i peshkut, përdorimi i tij nuk ka lidhje me stinën. Mund të përdoret në çdo stinë. Është njësoj sikur të themi, a mund ta ndaloj peshkun yndyror tani që është verdhë, që është nxehtë. Gjithashtu, nëse duam të flasim pastaj për përfitimet e vajit të peshkut, ai përkundrazi ne mund të na ndihmojë në këtë stinë të nxehtë të verës, sepse vapa, ekspozimi gjithashtu ndaj diellit dhe rrezeve UVB është një stres për trupin, një stres i shtuar që shton dhe inflamacionin, dhe omega 3 vaji i peshkut është një nga antiinflamatorët më të fuqishëm që ekzistojnë dhe ndihmon me uljen e inflamacionit, dhe përkundrazi ne na duhet gjatë stinës së verës. E dyta, a mund ta përdor vajin e peshkut gjatë gjithë vitit apo mund ta përdor 3 muaj ta ndaloj? Është një pyetje që ekziston dhe për disa vitamina të tjera, dhe absolutisht vaji i peshkut duhet të përdoret çdo ditë. Nuk është një përdorim periodik që ti mund ta përdor dhe ta ndalosh. Çdo ditë 1 deri në 2 gram EPA dhe DHA nëse do që të arrish një indeks të lartë omega 3 që të mbron ndaj shumë sëmundjeve. E treta, gjithashtu shumë e rëndësishme, unë marr omega 3 sepse unë konsumoj arra, unë konsumoj chia seeds dhe produkte të tjera, avokado. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që omega 3 që gjendet për shembull tek arrat është forma e acidit alfa-linolenic acid, që është LAA, që nuk ka një konvertim të madh në EPA dhe DHA. Acidet yndyrore, sepse janë 3 lloje, EPA dhe DHA me bazë peshku, janë ato që kanë treguar përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin. Madje është shumë e rëndësishme se si vetë trupi, duke ditur që është kaq i rëndësishëm EPA-ja dhe DHA-ja gjatë zhvillimit për shembull dhe të fëmijës, tek nënat që janë shtatzan, konvertimi i LAA të omega 3 që me bazë bimore, që ndetet te arrat e avokadoa, ndodh një konvertim më i lartë, një përgjegjësi është më i ulët, më pak se 10%, dhe ky konvertim rritet akoma më shumë gjatë shtatzanisë për të siguruar nivelet e larta të EPA-s dhe DHA-s, në veçantë që është i mirë për zhvillimin e fëmijës. Një keq informim tjetër shumë i rëndësishëm rreth përdorimit të vajit të peshkut ka të bëjë dhe me efektet anësore që ai ka. A më rrit tensionin vaji i peshkut është një pyetje, a rrit rrezikun për stroke? Për sa i përket përdorimit të vajit të peshkut, ai përkundrazi mund ta ulë tensionin dhe jo ta rritë tensionin. Për sa i përket olluzëve të gjakut, sepse edhe ky është një keq informim tjetër, në nivele shumë të larta që jepen për trajtim, jo për parandalim, 4 gram dhe më lart që jepen për shembull për të trajtuar trigliceridet e larta, duhet gjithmonë me menaxhim me mjekun, sepse tek këta individ që janë të rrezikuar për sëmundjen e zemrës, këta mund të marrin dhe olluzë gjaku, dhe është e rëndësishme që këto doza mbi 4-5 gram të menaxhohen nga mjeku, por flasim vetëm për dozat të larta. Në dozat 1 deri në 2 gram në ditë nuk duhet të kemi merak për sa i përket ollimit të gjakut. Për sa i përket zhvillimit të sëmundjes së stroke-ut, të fibrilacionit atrial që ka dalë në disa studime më përpara që mund të rritet rreziku dhe në këtë rast në dozat e larta, nuk është e vërtetë, sepse studimet më të fundit e vërtetojnë, madje nga e njëjta popullsi dhe popullate përdorur në studim, që përkundrazi nivelet e larta në gjak, në qarkullim dhe në qeliza të omega 3 ulin rrezikun për stroke dhe për fibrilacionin atrial. Studimi më parshëm ka pasur disa probleme sepse nuk ka matur, të themi, vetëm nivelet në qarkullim, por thjesht është bazuar te përdorimi i suplementit, dhe ka të bëjë në këtë rast kalojmë te pika tjetër e 5 dhe cilësia e omegas që ne përdorim, sepse një omega e caktuar mund të thotë që ka 2000 mg dhe në fakt ka vetëm 200 EPA dhe DHA, plus që mund të jetë oksiduar, pra ka shumë rëndësi sepse jo çdo suplement ka të njëjtën cilësi. Një keq informim tjetër që është gjithashtu shumë i rëndësishëm ka të bëjë dhe me përdorimin e omega 3 dhe efektet të menjëhershme. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që kur ne marrim omega 3 për të mbrojtur, duhet që të jemi konsistent në përdorimin e saj për të parë përfitimet. Duhet i përdorim për shumë vite që ne të shohim përfitime, jo vetëm për zemrën, por ashtu edhe për trurin dhe për inflamacionin në përgjithësi, që është një nga problemet kryesore në zhvillimin e sëmundjeve kronike. Një keq kuptim tjetër shumë i rëndësishëm është ky për shembull. Unë mund të konsumoj peshk, përse duhet të marr suplement omega 3? Përse rekomandojnë suplemente dhe nuk
përforcohet ideja një diete të shëndetshme. Duhet të theksojmë që vetë fjala suplement do të thotë një gjë ekstra, absolutisht nuk mund të vlerësoj një dietë të shëndetshme. Për sa i përket omega 3, vaj të peshkut kemi një rast më specifik ndryshe me vitaminat dhe mineralet e tjera. Sepse vaji i peshkut nuk mund të merret nga çdo lloj ushqimi dhe ai me bazë peshku është i limituar, sepse ne në radhë të parë nuk konsumojmë peshk çdo ditë. Dhe që të konsumojmë, që të marrim 1 deri në 2 gram në ditë të EPA dhe DHA, ne duhet të konsumojmë jo vetëm çdo ditë peshk, por dhe në sasi të paktën 200 gram në ditë peshk yndyror. Nuk funksionon këtu çdo lloj peshku, duhet të jetë salmon, për shembull, mund të jetë makereli, pra heringa, mund të jenë sardelet, pra duhet peshk që ka përqindje të lartë të EPA dhe DHA. Dhe jo të gjithë njerëzit kanë mundësi për të konsumuar peshk çdo ditë, për shumë arsye, dhe një nga ato arsye është dhe arsyeja ekonomike, sepse kushton më shumë që të marrim një peshk cilësor me përqendrim të lartë të EPA dhe DHA sesa të marrim një suplement. Plus, duhet kemi parasysh që në disa lloje peshqish që kanë dhe omega 3 kanë dhe një sasi të mërkurit, prandaj nuk mund të marrim çdo ditë, ndërsa suplementet janë të purifikuara, janë të pastruara nga të gjitha këto.